Shqipëria duket se është ngadalësuar në drejtim të barazisë gjinore duke shënuar rezultate jo shumë të mira sipas raportit të barazisë. Raporti global i Indekut Gjinor 2025 i Forumit Ekonomik Botëror përfshin një analizë detajuar të 148 ekonomive në botë, duke ofruar për secilën një profil që pasqyron gjendjen e barazisë gjinore në mënyrë të plotë dhe kontekstuale. Shqipëria është ndër ekonomitë e përfshirë në këtë raport duke u renditur në vend të 36 me një rezultat të përgjithshëm barazie prej 0.763. Pra kjo shifër nuk kupton që hendeku është mbyllur deri në masën 76.3%, ndërkohë që ekziston një hendek prej 23.7%. Krahasuar me vitin 2024 kemi shënuar një përkeqësim pasi renditeshim në vend të 23 me një rezultat prej 0.783 pikësh. Fushat kryesore ku bazohet ky indeks janë pjesëmarrja ekonomike dhe mundësitë, arsimimi, shëndeti dhe mbrojtja si dhe përfaqësimi politik. Sipas dhënave të raportit, përfaqësimi politik mbetet sfida kryesore që kërkon vëmendje të veçantë për të avancuar drejt një shoqërie më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse, me një renditje në vend të 42. Treguesi ku vendi ynë ka performuar më mirë është shëndeti dhe mbrojtja. Shqipëria ka një rezultat prej 0.963 pikësh që tregon një nivel të mirë të shëndetit gjinor dhe jetëgjatësisë. Në këtë indikator, niveli i jetës së shëndetshme dhe raporti gjinor në lindjen e fëmijëve janë afër paritetit.